Faleminderit të gjithëve. Një punë që e morën për detyrë ta kryejnë dështuan ta bëjnë, por megjithatë duartrokitjet nuk munguan. Në kësi forme manifestuan moszgjedhjen e presidentit të ri të shtetit, komplet kabineti qeveritar, bashkë me kryeparlamentaren e legjislaturës së 10 dhe deputetët e grupit parlamentar të vetëvendosjes me atë të pakicave jo serbe. Pas e para shpërndarjes së kuvendit, mesin e natës të së martës, kryeqeveritari tash në detyrë Albin Kurti foli gjëre gjatë sikur në ndonjë mbledhje të partisë së vet midis kuvendit. Vetëm 4 muaj pas zgjedhjeve duan sërish zgjedhje. Ata janë të vetëdijshëm që zgjedhjet nuk janë zgjidhje, ata nuk duan përgjegjësi, nuk duan pushtet, por dëshirojnë që këtë të mos e kemi as ne. Veç se për këtë nuk vendosin ata, vendos populli i Kosovës. Por në Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk pranuan kurse si që t'i binden atij për ta nominuar ish-presidenten Vjosa Osmani edhe për një mandat anise nënshkrimet për të, thanë se i kanë gati. I kemi 15 nënshkrime për kandidatin që LDK-ja merr vendim. Kryetari Abdi Gjiku ka thënë që mund të jetë Vjosa Osmani dhe në këtë rast asnjë dyshim nuk e kemi. Do me thonë na hiç nuk kemi dilema. Ajo që kemi dilemë është që ftesa ishte për me e bo një kandidate të dytë dhe me ja mundësu kandidatës së vetëvendosjes me u zgjedh presidente e Republikës Kosovës. Çka jemi të bona me ja dhanë votat një kryeministri për me i kap krejt shtetin e Kosovës, krejt institucionet, nuk ja ka dhanë populli, s'mundemi me ja dhanë na. Kjo dhe përkundër insistimit të Agim Bahtirit nga vetëvendosja që u angazhua personalisht për t'i marrë ato firma me çdo kusht, kur i ndërhyri gjatë konferencës ish shefes së deputetëve të LDK-s. Për krejt këtë dramë në tempullin e demokracisë, fajtore sipas 2 partive tjera opozitare është subjekti Albin Kurtit, që me konsumimin e raundit të parë pa korum bëri shkelje të rënd të kushtetutës. Vazhdimsi. Rezultati dramave të tij jem sonte këtu, jem pa precedent. Edhe jem cënuar me post tendencë me u thy rendin kushtetues. Ne nuk bëmi pjesë e një procesi i cili veç emnin demokraci dhe zgjedhjet presidentit nuk e ka. Po emnin e ka manipulim politik i opinionit publik. Ne nuk dojmë që t'jemi pjesë e krejt këtij komplotit që po i bëhet shtetit. Kuvendi konsiderohet i shpërndar dhe zgjedhjet do të shpallen brenda afatit kushtetues. Me që zgjedhja karate e kryetarit apo kryetares së shtetit dështoi, tashti kosovarët pas 45 ditësh do t'u drejtohen sërish edhe një herë kutive të votimit në një proces të parakohshëm zgjedhor për të zgjedhur edhe një herë përfaqësuesit e tyre në Kuvendin e Kosovës. Pas kësaj legjislature, që është më e shkurtra në historinë e Kosovës, më vetëm 78 ditë, ajo e radhës është 11-ta, për të cilën do të votohet në muajin qershor, bazuar në afatet kushtetuese të përcaktuara në aktgjykimin e organit më të lartë juridik në vend.